Rritja e çmimit të karburantit po vën nën presion një tjetër sektor të rëndësishëm për qytetarët të transportin publik. Operatorët paralajmërojnë se kostot janë rritur ndjeshëm, ndërsa mungesa e një reagimi konkret nga institucionet mund të çojë deri në ndërprerjen e shërbimit në disa linja që përdoren çdo ditë nga mijëra qytetarë. Shoqatat e transportit publik kanë kërkuar ndërhyrje urgjente nga qeveria për kompensim të kostove, duke theksuar se pa mbështetje financiare rrezikohet funksionimi rreth 450 linjave në vend. Për të kuptuar më shumë mbi këtë situatë dhe përplasjen me institucionet, sot do të diskutojmë me kreun e shoqatës së transportit, zotin Konstantin Fondi. Zoti Konstantin, ju paralajmëroni se nga java e ardhshme mund të ndërpritet shërbimi në qindra linja. A është ky një alarm real për transportin në vend? Po, si që përmendët edhe ju, ashtu siç dhe kemi dërguar kërkesën nga institucioneve, patjetër që ky është një alarm ndoshta për institucionet karshi qytetarëve, pasi shoqata e transportit dhe operatorët i kanë ezauruar të gjitha hapat institucionale, mediatike, edhe në takimin që u mbajt midis ministrisë së infrastrukturës zotin Karakaçi dhe zonës Ibrahima, ku u lanë atë takim, një takim i dytë, i cili do të kishin dhe ata një pasqyrë më të qartë në lidhje me kërkesat tona dhe me informacionin se pa mund të jetë sa më të jetë pjesa e përballueshmërisë për fondin që nevojitet për të kompensuar këta operatorë. Pra, ne kemi pritur që në datën 7 të krijohet një takim i dytë, ku dhe kemi pritur që të merret një vendim dhe të aprovohet ajo që çfarë ne kemi kërkuar. Pra, një pikë emergjente, që ishte një nga kërkesat tona, ishte dhe paketa emergjencës, e cila u hu në funksion në vitin 2022, ku asaj kohe u zhvillua dhe lufta midis Ukrainës dhe Rusisë. Paketa emergjence është 100 direkt për litër, ose më saktë ne kemi kërkuar të kompensohet rritja e çmimit të karburantit. Pra, kostoja e rritjes që është rritur gjatë gjithë kësaj periudhe dhe në vit. Aktualisht që ne flasim, ne nuk kemi një stabilizim të çmimit të karburantit. Çmimi i karburantit çdo ditë ka luhatit e veta si në bursë, por edhe zhvillimet e luftës që po ndodhen në linjën e mesme. Në mos reagimin dhe mos takimin të zhvilluar që duhet ishte bërë ditën e martë me datën 7, dita e sotshme pra pritet pothuajse 10 ditë që ministri dhe institucionet të reagojnë lidhur me kërkesat tona dhe propozimet tona, por jemi në ditën e 10 dhe asnjë institucion nuk ka reaguar. Java që vjen mund të ndodhë pranë një kolapsi financiar të operatorëve, ku nuk do të kenë mundësi që të likuidojnë furnitorët ndaj hidrokarbureve apo dhe pagat e punëtorëve që nuk i kanë marrë ende akoma. Kështu që në vijim të kërkesave tona, në vijim dhe të shkretave të vazhdueshme, por edhe nga takimi i fundit, ndodhemi përpara një pamundësie financiare e cila nuk garanton vijshmërinë e shërbimit të transportit publik si qytetas dhe atë ndër qytetas. Qeveria shpesh ka argumentuar se tregu duhet të funksionojë pa subvencione të vazhdueshme. Pse ju, zoti Konstantin, mendoni se transporti publik duhet të kompensohet nga shteti? Atëre, si asaj kohe, por edhe kërkesat të vazhdueshme, ne nuk përse sa herë që ndodh një krizë ne çojmë një ditë të bukur edhe kërkojmë gjëra absurde. Në rast se kërkesat tona do të ishin realizuar që më përpara, pra që mbas krizës së Covidit, që mbas krizës së luftës Ukrainë dhe Rusisë,
ndoshta ne sot nuk do të ishim përpara këtij fakti dhe të ndodhen një duar kryq dhe se çfarë të bëjmë, por në rast se do të ishim masa konkrete, pra injektime fiskale ndaj operatorëve, ndoshta do të ishim në një moment ku do të ishte pjesa financiare do të ishte pak më e lehtë për operatorët dhe ndoshta do të kishte një gjatësi pak më të madhe se sa aktualisht ku ndodhemi. Pra, ajo që ne kemi kërkuar ndër vite, kanë qenë disa kërkesa të cilat janë të drejta, mendoj që janë të drejta dhe janë implementuar jo vetëm në vendet e zhvilluara, por edhe në vendet e rajonit dhe jo më larg se sa Kosova. Kemi kërkuar heqjen e aksizës në lidhje me karburantin. Ashtu siç e ka vetë peshkimi, sot që në flasim peshkimi apo jahtet të cilat përdoren për qef lëtimi, nuk paguajnë aksizë në lidhje me karburantin. Ndërkohë, operatorët kanë një kontratë ku duhet të ofrojnë një shërbim të caktuar, një çmim të paracaktuar. Pra, çmimi i biletës është i paracaktuar, nuk mund të ndryshojnë operatorët. Dhe për këtë arsye kemi kërkuar që aksiza nuk është e drejtë në lidhje me karburantin. Kemi kërkuar hiqjen e taksës së qarkullimit për këtë sektor. Taksa e qarkullimit në vetvete është një taksë demotivimi. Pra, sa më shumë të qarkullosh, aq më shumë duhet paguash. Në rastin tonë është handicap. Nuk mund të kemi një taksë demotivimi në transportin publik. Transporti publik duhet të jetë zhveshur nga këto taksa. Taksa e qarkullimit nuk mund të primohet tek transporti publik. Pra, qytetarët duhet të drejtohen drejt transportit publik dhe jo të reduktohet shërbimi në mënyrë që ata mos ta përdorin. Kemi kërkuar uljen e TVSH-s në shitje. Sot që ne flasim, ne paguajmë 20% të TVSH-s në shitje. Pra, një bilet 40 lekë ne paguajmë 20% të TVSH, që i bie 0,8 lekë. Pra, bileta nuk është më 40 lekë, por ajo që arkuton operatori është 33,3 lekë. Pra, janë këto kërkesat tona që janë afatgjatë në mënyrë që ne mos ndodhemi përpara një krize tjetër dhe të dalim me njëherë sapo kemi një rritje të çmimit të karburantit apo kemi kriza të tjera të ndryshme që nuk i parashikojmë dot. Prandaj ne janë kërkuar që të ketë lehtësime fiskale për këtë sektor. Zoti Konstantin, sa është realisht ndikimi i rritjes së çmimit të karburantit në kostot tuaja? A mund të na jepni një shifër konkrete? Që konsumon transporti publik gjatë një muaji është afërsisht 880.000 litra. Ose pas me linjat interurbane ndërqytetëse afërsisht 1 milion litra në muaj. Dhe nëse këtë sasi ne e përkthejmë vetëm në rritjen e çmimit të karburantit që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, është një vlerë e cila shkon afërsisht 800.000 euro ose 18 milion lekë të reja në muaj, një kosto e shtuar për operatorët e shpërndar tek gjithë secili në varësi të flokës së tyre. Pra, është një vlerë, është një kosto e shtuar e cila operatorët e kanë paguar, por është një faturë që dikush duhet ta paguajë në fund të ditës apo të muajit. Prandaj ne kemi kërkuar që të mos preket çmimi i biletës, që mos të ketë impakt tek qytetarët, kjo vlerë të kompensohet tek operatorët. Ka një mekanizëm që është lehtësisht e bëshme, ashtu siç funksionoi mekanizmi në vitin 2022 dhe mund të implementohet dhe të reaktivizohet paketa antikrizë për të kompensuar këta operatorë. Ka kaluar afërsisht 2 ndërlidhje qeverie nga takimi i që ne patëm me ministrët dhe nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje apo reagimi nga këto institucione. Ju thoni se janë rreth 450 linja në rrezik. Nëse ndodh ndërprerja, kush mban përgjegjësi për qytetarët që mund të mbeten pa transport?
Shiko, operatorët kanë një kontratë të paracaktuar që ata duhet të ofrojnë një shërbim, por edhe në kontratë ka ca kushte të cilët duhen respektuar. Pra, si nga ana e operatorëve që duhet të ofrojnë shërbimin, por edhe nga ana e bashkive përkatëse apo ministrisë përkatëse që mbulon transportin ndërqytetas. Aty është shprehur qartë oraret dhe që duhet të ofrojnë shërbimin këta operatorë, mirë po nga ana tjetër inflacioni që ndryshon patjetër që duhet të ketë dhe rishikim të çmimeve. Pra, ose do të ketë rishikim të çmimeve për të ndryshuar tarifat e transportit, ose qeveria zgjedh që mos rritë çmimet të kompensoj operatorët për këtë rritje të çmimeve. Ne duhet të kemi edhe një kuptim me qytetarët, pasi operatorët në fund të ditës kanë ca shpenzime, ca kosto të cilat nuk kanë qenë të parashikuara kur kontratat e tyre janë firmosur nga të dy palët. Pra, dalin shumë shpenzime gjatë rrugës të cilat duhet të paguajnë. Përgjegjësia në këtë rast nuk besoj se ngjelet nga ana e operatorëve. Operatorët i kanë ezauruar të gjitha hapat e tyre, duke i njoftuar autoritetet përkatëse, duke i njoftuar institucionet përkatëse mbi këtë rritje të çmimeve që ka ndodhur dhe mbi situatën financiare të cilat ata ndodhen, jo vetëm institucionalisht dhe shpresërisht që janë dëbuar në mënyrë të vazhdueshme, janë bërë madje dhe publike, por edhe në takimin që patën janë shprehur të gjitha pikat të cilët operatorët ndodhen në këtë moment. Pra, përgjegjësia tani nuk është më në dorën e operatorit. Operatori nuk ka mbyllur dyert e autobusave gjatë gjithë kësaj periudhe që e ka bler karburantin me çmimin që është tregtuar. Operatorët e kanë ofruar shërbimin pas një lloj ndërprerje, pas një lloj reduktimi mjetesh. Mirëpo, ka ardhur një moment e cili nuk mund ta përballojnë më financiarisht. Pra, këtu duhet një ndërhyrje emergjente. Në rast se nuk ka një ndërhyrje emergjente, atëherë operatorët ndodhen përpara faktit që në pamundësinë financiare nuk garantojnë dot vijshmërinë e shërbimit. A do të reduktohet flota në masë të madhe, a do të ketë operatorë të cilët edhe mund të fragmentojnë, do ta shkruajmë në ditën e vijim. Zoti Konstantin, nëse qeveria në këtë mënyrë nuk reagon, a jeni gati të ndërmerrni masa ekstreme, si për shembull pezullimi i shërbimit apo edhe protesta të sektorit? Shko, ne nuk është se po kemi ushtuar presion apo po bëjmë presion për protesta dhe të bllokimit të shërbimit. Ne po kërkojmë zgjidhje. Ne nuk po kërkojmë as të jemi në luftë ndaj bashkive përkatëse, ndaj qeverisë vendore, as në luftë me qeverinë. Ne kërkojmë që ky shërbim t'i ofrohet qytetarëve, mos ketë asnjë lloj ndërprerje, por në momentin që nuk ka reagim institucional, patjetër që dhe operatorët nuk është se duan të mos ofrojnë të shërbim, por janë të pamundur financiarisht që të qëndrojnë në këmbë dhe të mbulojnë të gjitha shpenzimet dhe kostot që janë shtuar gjatë kësaj periudhe. Shteti duhet të reagojë, institucionet duhet të reagojnë dhe të jenë pranë këtij sektori në mënyrë që dhe qytetarëve mos i privohet transporti apo të kryejnë të gjitha rrugtimin e tyre që kanë planifikuar. Pra, tu nuk ndodhemi përpara faktit që operatori udhëzuan një ditë të bukur dhe thotë unë nuk ofroj shërbim. Ne kemi ezauruar të gjitha hapat dhe të gjitha takimet apo kërkesat tona institucionale gjatë gjithë kësaj periudhe. Mirëpo, edhe kjo ka një afat që duhet dhënë zgjidhje dhe duhet marrë një përgjigje. Nuk mund të vazhdohet pamundësisht pas një lloj reagimi institucional për këtë sektor. Nëse nuk merrni kështu një kompensim nga shteti, a mbetet alternativa e vetme rritja e çmimit të biletës për qytetarët? Nëse
politikat e qeverisë vendore dhe asaj qendrore do ta kalojnë këtë faturë ndaj qytetarëve, patjetër që është edhe një alternativë zgjidhje. Pra, duke rritur çmimin e biletës së transportit, se sa mund të rritet me kushtet aktuale dhe kostot aktuale të shtuara, e mund shkojë drejt dyfishimit. A do ta pranojë qeveria që të dyfishojë çmimin e biletave ndaj qytetarëve? Kjo pastaj mbetet për të diskutuar dhe të vendosur nga ana e qeverisë. Kjo nuk është një zgjidhje apo një kërkesë dhe propozim që operatorët ja japin qeverisë. Patjetër se një nga këto alternativa duhet të jetë, pra ose të rritet çmimi i biletës, ose të kompensohen operatorët dhe mos preken xhepat e qytetarëve në këtë moment. Zoti Konstantin, në shumë vende të Europës transporti publik subvencionohet në mënyrë të denjë. A mendoni se Shqipëria po e trajton këtë sektor si një biznes privat dhe jo si shërbim publik? Patjetër që është një shërbim i denjë dhe i etik për qytetarët. Nuk mendoj se konsiderohet si një biznes privat. Të gjithë operatorët kanë një kontratë të lidhur me çdo bashki dhe aty janë kriteret dhe kushtet që duhet të ofrojnë shërbimin. Nëse do të ishte në këtë këmbështrim që kjo konsiderohet si një biznes privat, atëherë dhe çmimi i transportit do të ishte në dorën e operatorit. Në këtë moment ne nuk është se kemi në dorë operatorët, nuk është se kanë në dorë ndryshimin e çmimit dhe ta vendosin çmimin sa ata duan për të përfituar. Ky nuk është një moment për të përfituar operatorët. Ky është një moment për mbajtur shërbimin dhe për të ofruar atë ashtu siç e kanë të parashikuar në kontratë, por ne ndodhemi përpara një fakti ku çmimi është i paracaktuar nga autoritetet e qeverisë. Pra nuk është se ky shikohet një biznes privat dhe operatorët po shkojnë një moment delikat dhe kërkojnë para për të pasuruar apo para që nuk i takojnë. Ky shërbim ka një faturë, ka një kosto që të cilën duhet ta paguajë dikush. A do ta paguajë qeveria, a do ta paguajë nëpërmjet biletës që mund të rritet çmimi, kjo pastaj mbetet për ta vlerësuar ekspertët e institucioneve përkatëse. Pra, ashtu siç ata do ta mendojnë për të vendosur, por nuk mund të mbetet pa një reagim dhe nuk mund të mbetet në dorë të askujt. Pra, qytetari kërkon shërbimin. Qytetari nuk njeh kush është operatori. Qytetari njeh institucionet. Shërbimi është publik, nuk është shërbim privat dhe operatori e bën sipas posteve që ai ka dhe të ardhurave që ai mbledh. Nuk funksionon kështu. Ky është një shërbim publik ku të gjithë operatorët janë të licencuar dhe të certifikuar për të ofruar këtë shërbim. Në rast se nuk plotësojnë kriteret, atëherë institucionet dhe operatorët i ligjit të drejta e operimit. Pra nuk është si një shërbim privat dhe përcakton operatori oraret për të operuar apo çmimin e biletës për të paguar qytetarin. Dhe në fund, zoti Konstantin, nëse kjo krizë vazhdon dhe nuk ka një reagim nga qeveria, a rrezikon Shqipëria të ketë një kolaps të transportit publik urban dhe ndërurban? Nuk do të dëshiroja që të ishim në këtë pikë dhe qeveria mos ndërhyj. Të gjithë vendet si të rajonit, si ato më të zhvilluara, kanë ndërhyrë në çdo sektor. Në sektorin e transportit publik është pak i jetik dhe esencial. Nuk mund të ndihet pa përkrahje dhe pa mbështetje. Nuk kemi kërkuar gjëra të cilat nuk janë lehtë të implementueshme. Janë kërkesa që janë të implementuara dhe në vendet e rajonit, pra nuk janë kërkesa të cilat janë absurde. Janë implementuar në vendet e rajonit dhe shumë kollaj mund të implementohet edhe në vendin tonë. Nuk mendoj se duhet të arrijmë deri në pjesën e një kolapsi financiar.
sepse qytetarët duan shërbim në fund të ditës. A do ta mbulojë qeveria këtë faturë? A do të ketë një rritje të çmimit për ta paguar qytetarët më pas? Janë ata që